Pra ta është të përmendim ne disa kërkime apo hulumtime të cilat janë të dobishme prej llojit të parë që janë. Ato mund të jenë, si për shembull, muslimani kërkohet që të hulumtoj apo të bëj kërkim të zbuloj fshehtësitë e kësaj natyre, të zbuloj enigmat e kësaj gjithësie, kozmosit, të zbuloj fshehtësitë e trupit të njeriut. Shumë bukur thot një dietar, një shkencëtar thot, njeriu çdo gjë ka zbulu, edhe nëse e bëjmë një krahasim me zbulimet që ka arrit njeriu në këtë botë, do të shohim se në krahasim me zbulimet që i ka bërë me vetë njeriun, shumë pak janë. Do më thonë, ma pak që njihet njeriu, fshehtësitë e njeriut, do më thonë janë në krahasim me zbulimet tjera apo me njohurit tjera rreth gjithësisë. Prandaj, prej muslimanit kërkohet që ai t'i zbuloje këto, t'i kërkohet bëje kërkim rreth këtyre, po ashtu të bëje hulumtim rreth brendive të detit, çka ka në det, brendite apo në atë çka përfshin trupat qiellor, gjithashtu të bëj përpjekje të palodhshme edhe për zbulimet e reja në përgjithësi të teknikës. Pra, gjithashtu, prej këtyre zbulimeve që kërkohet për muslimanit t'i bëje, është edhe që janë të lejuara, është që të kërkojmë edhe t'i zbulojmë lajmet apo informatat e armiqve tanë. Por kuptohet se këto duhet t'i bëjmë me një metodë apo me një mënyrë të ndershme për ta kuptuar se çka ka përgatit armiku për ne. Do më thanë, çka përgatit armiku për ne. Po ashtu t'i hulumtojmë edhe përpjekjet apo kurset të cilat armiqt tanë i kanë përgatit kundër muslimanëve. Pra gjithashtu edhe kjo hin në ato hulumtimet të cilat janë të lavdruara. Rreth kësaj, se me të vërtet muslimani duhet bëje hulumtime të tilla, kërkime të tilla, kemi ajete kuranore të cilat flasën për këto. Për shembull, kina surën Al-Anfal, ajeti 60, ku Allahu xhaleshanuhu thot: وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ. Pra Allahu xhaleshanu thotë dhe përgatiteni kundër atyre aq sa keni mundësi. Të përgatitni forcë, kuptohet forcë ushtarake, edhe forcat ndryshme, për çfarë arsye? Që me ato forca ju t'i frigoni, ta frigoni armikun e Allahu xhaleshanu edhe armiqt tu. Gjithashtu, në një sure tjetër, sura Nisa, ajeti 71, Allahu xhaleshanu thot: Ja ayyuhalladhina amanu khudhu hidhrakum. O ju të cilët keni besuar, ju rrini të përgatitur. Pra urdhër kuranor është që muslimani vazhdimisht të jese i përgatitur, jo të jese në gjumë,